Buçim në bu, CHI. Bu, CHI. Po. Tani, Ilam, llogjet e tjera se pa fund kam për të diskutuar për ato, por të kalojmë te Mbarojnë llafet. Po se si mi takuar edhe kështu kanë qenë jo hallet, jo jeta e tjerë. Sta kam me të jo, me ati do bëj pyetjen e parë se si unë ndjehet, është pak throwback jo, për rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Rezultati i zgjedhjeve. Nuk besoj që ishte shumë surprizë, me thënë drejtën. Pse ti u surprizove? Po. Jo, unë nuk u surprizova, unë u zhgënjeva. Është pak ndryshe. Një zhgënjimi është, zhgënjimi është e gjithë, më zhgënjimi. Surprizimi. Po është një zhgënjimi i pritur. Një zhgënjim i pritshëm sepse kjo reformë e re dije që do sillte këto lloj. Nuk është çështje reforme, reforma është një gjë, po flasim për dhe reforma sepse numrat kushtet ato ran bedingu, si quhet. Ramë bedingu. Ran bedingu. Bedingu e ramet. Jo. Okej, ishte më shumë nga të shpriti. Po. Po që ishte ajo kronike një vdekje të paralajmëruar, pak a shumë. Kështu e pa shumë, domethënë këtë ndjesi pata, nuk është se kishte ndonjë shpresë të ndodhte ndryshe. Thjesht atë shpresë të vogël që ishte bën kasap. Po ti çfarë mendim? E bën kasap. Jo, vërtet është që thash unë mbetej zhgënjur për arsyen sepse prisja një rezultat më të mirë nga partitë e vogla. Kisha nevojë për pak opozitë molla. E kam të nevojshme sepse ajo qeverisja, ajo parti që mori 80 e kusur deputet, ajo ka nevojë për një opozitë. Se pa opozitë ai vend është bëj vetë se ke parë një Braçin ti që partitë aty sigurisht. Dhe fatkeqësia kjo është që unë u zhgënjeva sepse nuk ka prap ne s'kemi opozitë. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Nuk ke një zë që të kundërshtojë, ti kundërshtoj të gjithë ata që po bëjnë kërdinë dhe po bëjnë çfarë do bythen atyre në atë vend. Kjo është. E do shqip edhe shkurt edhe sakt. Për mua është, a themi ashtu siç është. Domethënë problemi është që PD-ja është pjesë e gjithë këtij sistemi. Është bashkëpunëtore. Nuk e di as bashkëpunëtore, nuk e di a do e thoj, po është pjesë e lojës, domethënë, shumë muhabeti. Bashkëpunëtore. Domethënë, është aq pjesë e lojës sa ata e dinin shumë mirë. E di pse është bashkëpunëtore sepse dhe e pranojnë rezultatin. Po të thuash që pjesë e lojës ti i shfaqson në një farë mënyrë, po ata janë bashkëpunëtorë sepse janë të vetëdijshëm. Dakor, ata, domethënë, kjo është, ata janë vetëdijshëm. Flasin tani për kokat, nuk flasin për gjithë, sepse njerëzit në bazë janë shumicën ndërmuese. Gjithë kanë shumicën tani parimisht ka edhe demokratë që janë akoma që besojnë vlerave demokratike ku ta di unë. Por flasin për kokën, edhe kur flasin për posën, flasin për kokën, flasin për ata që janë lart. Domethënë ata janë pjesë e lojës, shumë mendoj. Sepse nuk po flasin vetëm për sistemin zgjedhor, po flasin edhe për sistemin politik dhe ekonomik si funksionon Shqipëri. Dhe ata janë pjesë e favoreve që bëhen në lejtë e ndërtimit, në investitor strategjik, në projekte që jepen në së fundmi që po futen edhe pjesë të drejtorive, të bashkive etj. Tregon shumish janë pjesë e lojës. Kaq që i qartë. Edhe kjo e bën pak më përqë të dhe mua më duhet pak për të ardhur keq, që partitë e reja nuk mbështeten aq sa duhet. Pastaj futemi pak në psikologjinë e shqiptarëve, që pse nuk i mbështetën, pse nuk i votuan, dhe pse ty ka shumë arsye. I mbështesin ndoshta me ide dhe me mendim, shumë mund t'i mbështesin, po janë me atë, janë shumë pragmatistë shqiptarët, kur janë punat e zgjedhjet janë po okay, mua m'pëlqen ai, po ai po ja dash atij mikën votë. Domethënë janë shumë nuk e di pse janë kaq pragmatistë shqiptarë, nuk e di pse e kanë humbur idealizmin edhe pragmatistë janë është gjë e mirë. Ato shqiptarët janë oportunistë. Mund të them mund diçka për të. Tani
ta them përpara se fillojnë argumentin, është për sa i përket partitë të vogla unë nuk i bëj me faj shqiptare që nuk kanë votuar, bëj me faj partitë të vogla sepse se ai si Amini ka bërë analizën më perfekte të mundshme mbas zgjedhjeve, që partitë e vogla kanë humbur nga 7 deri në 11 mandate vetëm për faktin që nuk janë bashkuar dhe deri në 3 kodit zgjedhor. pa kaluar me të njëjtin kod zgjedhor. Kanë humbur nga 7 deri në 11 dhe minimumi 3+ për vetëm faktin sepse janë hapur si vaj lakra në vend që të fokusoheshin aty ku e dinin që do Morë me njëri tjetrin. Po që tash nuk bëhet Shqipëria bëhet të bëj fushat në devoll. Trapin pidhe. Qa mund të ndonë devolti? E ka parasysh ideja është duhet të fokusohet në Tiranë, Vlorë, Durrës, Fier. Tregohu real. Në qoftë se 15 deputet ata të gjithë bashkë domethënë prapë çfarë do sillte ajo. Është më mirë se sa 5 është. Po dakor, por nuk do sillet në ndryshim të madh. Patjetër. Do është një tjetër statement kur është 3 fishi. E ke parasysh gjithsesi. Për mua ishte një zhgënjim i tjetër niveli, domethënë për shkak se unë jam marrë me pjesën që do të votonin edhe zhgënjimi i madh normalisht vjen edhe nga diaspora. Unë nuk e di se çka ka ndodhur, se sa përqindje e votave të hedhura janë vjedhur, sa janë shitur dhe sa janë bërë, por tregojnë që mund ta heqë shqiptarin nga Shqipëria, po jo shqiptarizmin nga shqiptari. Mund të themi gjum pra të kur të mbarosh ti. Po. Mua më vjen jashtëzakonisht shumë keq që njerëz si ne të tre që jemi ulur tani e po pirmë një gocë së bashku, por edhe të tjerë janë larguar shumica me detyrim. Domethënë, ata që mendojnë që janë larguar vetë janë larguar me detyrim pasiv për një jetë më të mirë, se kur largohesh për një jetë më të mirë prap detyrim është. Domethënë se të ofrohen të njëjtat mundësi në Shqipëri. Të ndjekësh akoma mediokritete apo mesetarizma të llafit që ti hike vllai e sigurove jetën në Berlin apo në Moskë apo ku drejtin je. Edhe s'ke të drejtë. Edhe jo, përveç se s'ke të drejtë, po këta që thonë që po ti e rregullove, të paktën më e mua votën për atë që të mbajun vendin e punës, domethënë. Tregon në të vërtetë se nuk ka asnjë lloj impakti për të lloj brez që lidhet me ato që thanë pjesën e parë së bashku, që mentaliteti është i tillë, domethënë, dhe është shumë mirë që këtë podcast po e bëjmë tani dhe jo direkt mbas zgjedhjeve, se unë isha në një cep shumë të errët ku mendoja që plako lëri të vdesin gjithë. Të mendsi kisha direkt mbas zgjedhjeve, për momentin tim ishte lëri vllai, po të vdesin për bukën e gojës, në janë të gjitha drejtat që ai po i bën tani, që do vinte deri aty, e kupton? Po. Ata që sa më servil të jenë ata po hanë më shumë, kjo duket në mënyrë transparente më tash. Tani normalisht Lora. Për momentin tani jam duke u menduar, domethënë, ose më fakt po e nguc veten time të shikoj zgjidhjen, se në fund fare domethënë mund të them që mami u zhgënjeva, shiko se më iku koha dëm, por nuk i hyn puna si njeriu dhe është ideja që se si të gjejmë në një zgjidhje dhe mund të shtoni gjitha gjërat që keni domethënë, po bisedën do doja ta drejtoja te fakti domethënë që ç'a bëhet, domethënë tani që jemi këtu, se ky mund të ndodhë, po ne aty jemi tani. Po kjo është. Ideja është që kam shpresë vlla. Të më thosh edhe që do të lërisi. Kam shpresë onës. Çfarë mendon? Shpresa nuk vdes asnjëherë. Problemi është që duhet ta shikojmë problemin në Shëndesim të ta shpresën shkop. Që ta shpresën, po. Duhet ta shikojmë problemin sy dhe të jemi paktën ne këtu të jemi të drejtë. Unë mendoj që kam qenë gjithmonë i mendimit që në fund të fundit ata që kemi mbi kokë apo që na drejtojnë ka një pasqyrë jona. Pasqyra më e drejtë. Unë kështu e mendoj, nuk kam menduar gjithmonë kështu, po sa vjen dhe më shumë po shoqërisë shqiptare. Shoqërisë shqiptare. Dhe kur kritikojmë ata ose atë një person, ai nuk vjen nga hiçi. Ata e nxjerrin ne në një farë mënyrë apo në një tjetër. Ose e lëm ti aty, ose japin të drejtën ti aty. Dhe kur kritikojmë atë, duhet të kritikojmë veten. Po. Ashtu siç bëm tek tema e turizmit, në fakt u morëm edhe me këtë pjesë, domethënë kritikuam me personat në veçantë dhe shoqërinë dhe edhe me veten tonë. Se të gjitha janë pillë e shoqërisë, si dhe ai qyqe. Kështu që nuk është e shkëputur e gjitha, është pjesë e problemit. Dhe problemi mendoj që shumë i thellë shoqëri.
Dhe problemi shkon deri tek shkollimi, te edukimi, ato që folën para kësaj gjëje, sepse një shoqëri e pa shkolluar dhe pa edukuar nxjerr produkte të tillë. Siç është ai me syze të kuqe. Dakor? Kështu që unë them që mos jemi kaq, domethënë, idealist në këtë pjesë dhe të flasim në përgjithësi, po shiko ata që na shtypin, që na e merr frymën ai, jo, ne jemi ata që ai është pasqyra jon, dhe ne me sa duket duam atë. Flas për ne të tre këtu, po flas për shumicën. Dakor? Edhe nëse nuk e themi këtë gjë, them nuk e zgjidhim dot problemin. Do të thënë, nëse ti nuk nxjerr dot diagnozën, nuk e nxjerr dot diagnozën, nuk e shon dot sëmundjen. Kështu që ne si shoqëri do ta themi këtë gjë. Ai është problemi. Tani nuk e di kush është problem tjetër, nëse flasim pak se risia, sepse, okay, pozita dhe opozita nuk ishin risi, ishin në njëjta gjë. Risia ishte pak to prurjet e reja, fryma e re, që kishte pak një lloj shpresë caktuar tek ne ose te diaspora, po themi. Diku qëndron problemin është që, më fal, dyshimi që mua më lind, më thënë se si na ushqitën këto partitë e reja, si e promovuan veten, si erdhën në zgjedhje, edhe si përfunduan më pas. Unë kam betur. Ata nuk e dinin deri në atë, Nuk e dinin, po edhe për atë me fjalë idealet për të cilat ata na shiten, unë tani filloj të dyshoj për shumicën që kam fjalën. Sepse mund t'i vësh emër asaj se nuk ka pse vasin përgjithësi. Ishin dy parti që e vjen muhabetin që bën pazare. Po pikërisht bën pazare, po them që absolutisht po në këtë pa. Jam dakord, e drejtë kjo. Po që unë prapë nga ajo pjesë mbetesh gënjur sepse nëse nis mathurje edhe Shqipëria bërë një marrëveshje parazgjedhore, edhe vajtën në zgjedhje me një marrëveshje, erdhi puna që pastaj u grindën. Edhe mua këtu më lën pyetja. Them po këta, a kanë një ideal këta? Apo thjesht na e shitën neve, na e hodhën neve sy. I syve po. Kjo është. Edhe kjo më i madh. Kjo është molla. Brega më e madhe që kam, domethënë, është që nuk u zgjodha të keqen që një fjalë. Ose të paktën siç e them unë, edhe pak exagjerim është e keq që një fjalë. Votet duhet të kishte dhënë Alin Qorit, po. Unë edhe vonë Shqipëria bëhet normalisht. Ti edhe publikisht, domethënë. Alin, domethënë, e gjithë struktura e lëvizjes bashkë për mua nuk është e mirë. Domethënë, në një vend normal, nëse do kishim lëvizjen bashkë dhe partide të tjera, domethënë asnjë nuk do jepja votën. Po nëse do analizojmë këtë pjesën që ti po thua, çfarë ndodhi më mbrapa, që do të themi mbrapsh, nëse unë do kisha ndryshuar, unë do të zgjidhja ata. Sepse me të gjitha të këqijat që mund të kenë, ose që presupozojmë disa njerëz që kanë, po edhe unë bashkë me ata, ideologjikisht në këtë pjesë. Pikërisht. Prapi qëndruan besnik atyre që bën. Në çdo lloj mund të kenë kritika pafund. Mund të kenë patën probleme edhe përpara dhe me bashkimin, edhe se si do bëhet, edhe pse s'bashkohen etj, po të paktën ata nuk u bashkuan dhe i qëndruan deri në fund dhe ku dolin ato renditit në fund u bë ashtu siç u bë dhe nuk u bën një shëmtir, një pështillim që të vërtet në atë gjë në tyre, sado që mund të kesh kritika tjetër, po që të vërtet respekt dhe hustle. Ke parasysh që të paktën e kupton si po ne për atë kemi nevojë valla. Janë persona me të cilët mund të llogarisësh. Lëvizja bashkë, domethënë, ka vërtetuar, domethënë që pavarësisht se ju pëlqen njerëzve ideologjikisht apo jo, përputhet me vlerat e tyre apo jo, të paktën bëjnë atë që thonë. Kjo është një variabël shumë e mirë që mungon tani mendoj se ndërruese shqiptare. Mendoj edhe unë me këtë ideologjisht jam dakord me ty, po mendoj se kësaj gjëje ti qëndroi edhe mundësia, edhe Agronshej ka qëndruar kësaj gjëje. Agronshej kishte luksin që këta të tjerë aty kishin që ishte brenda në sistem, domethënë mirë, ishte brenda në sistem edhe ka dhe një fuqi ekonomike sa herë më ndryshe. Shiko, dhe ai ishte vërtet në lëvizje. I qëndroi ai. Problemi vetëm që ka ai, dhe pse unë edhe un kam simpati për ato si person, sepse ai ishi vërtet në atë që bën. Flasim me fakte. Po pra, unë do them një gjë, domethënë ai është e ka sinqert lëvizjen që ka, nuk është se është i mbështetur nga dikush apo etj. Problemi vetëm që shikoj tek ai është që është shumë një lëvizje dhe një parti e një personi. Se ai ka pranuar dhe vetë, sepse ka bërë këtë pyetje që nëse si e ti aty nuk është në partia, dhe ai ka thënë po, është partia ime që ai e financon me burimet e veta që janë
të hapura, nuk është se i ka të fshehura. Po. Dhe është one man show, domethënë është one man party, nuk është se është diçka që është një grup njerëzish, pak shumë Në se edhe të dy ata Debora dhe ai Kapri nuk Dakor, jo, edhe unë kam respekt për ata, nuk është se është një kështu, po që është prapë gjithsesi është ai, është një person. Dhe ai ka thënë që nëse jam unë në parlament nuk bën kuptim partia. Ishte edhe televizia bashkë, nuk e njeh njëri Redi Muçin. Jam dakord. Prapë është ai. Është jeta kudo, është. Prapë është ai, po gjithsesi ka një lloj ideologji. Shiko. Kurse te ky është megjithatë ky përfaqëson diçka, nuk është se është kurse është mendoj se sklavi një ideologji apo një diçka, përfaqëson veten e vet. Mendoj se Grunshej është kaq narcisist edhe kaq jo larg pamës sa që të thotë që jo, kjo është partia ime dhe unë jam i pari shoh. Tani domosdoshmërisht po nuk ka lidhje me narcisizmin ajo, po tani sepse nga protagonizmi i narcisizmit vuajnë të gjithë liderat që ne kemi patur deri tani. Se ti atë tjetrin e ke në burg. Politik që s'do ai lideri i Partisë të Lirisë është akoma në burg dhe pretendon u kandidua pra së prapë. Partia e Lirisë. Partia e Lirisë është në burg. Imagjinonte. Ne po shehoj imagjinonte se ku po. Vërtet ku kemi përfunduar. Domethënë po të shikosh, domethënë Rama është ai që është, nuk i plas për asnjëri dhe më bën atë që do, është komplet autokrat kështu i deklaruar ose i pa deklaruar po që duket. I deklaruar. PD-ja është që është në shërbim të Berishës ti pushtoi ti shtoj drejtësi. PD-ja është në shërbim të Besosës, përsin të shërbim. PD-ja është një parti e vdekur. Ke Bashën që është mem, ke Lapajm dhe Shabani që u bën mem pak a shumë me këtë histori që u bë. Po që shënake. Po Lapajm. Tani ti ke dy persona që domethënë të vetëm persona që shikoj patën të vërtetë atë që janë, pavarësisht se po përfaqësohet, që është një djath që është Shea dhe që është një imaj që është Qorri. Po. Dhe vetëm ata të dy përfaqësojnë realisht e vërtet. Këtë, domethënë një biznesmen kapitalist, si përfaqëson të djathën, po themi liberal, ashtu siç duhet, po. Dhe të majton një profesor që ka garanci edhe pse mund të ketë akuzë satire etj, por që është i sinqert atë që është. Këta vetëm çdo gjë tjetër është. Unë kam thënë publikisht e them ja gjithkohës. Unë nuk jam në të shumicat e gjërave nuk jam dakord me pikpamjet marksiste të lëvizjes bashk, por lëvizja bashk në kryen e Arlin Qorin gëzon respektin tim maksimal për vetëm transparencë që ata tregojnë të ideologjisë që kanë. Flasim për të ideologjisë, dhe unë atë uroj që në zgjedhjet e ardhshme individ si Arlin Qori dhe lëvizja e tij të kenë më tepër hapësirë, sepse kemi nevojë molla. Kemi nevojë për opozitë, për kundërshtim, për njerëz që shikojnë ndryshe, po shikojnë ndryshe sepse kanë disa parime të cilëve u qëndrojnë, jo sepse shiten majtës së djathtas. Kemi nevojë për ideologji, për të besojmë më diçka. Po absolutisht. Kjo është njerëz që fshihen mbas. Ja të shkruar do të kishte drejt Qorin 3 pjesë bëra me Bendrit Qorin, drejt Shabanin edhe për ata pakën që do fusin këta dhe do t'i digjin edhe se do që vlla dajon e vet e kupton është bastardizëm. Tani që dolën tani u kuptua sepse përpara ne nuk e kuptonin për shkak. Pse Shea i kishte sherrë me Lapaj. Pse Qori kishte sherrë me Lapaj. Ajo ishte uncalled for. Po, nuk ishte kështu. Ato gjë që bëri Shea, për shembull mund ta kishte kursyer, s'do kishte ndryshuar asnjë gjë, e kupton? Po tani mbas historisë tani kuptohen. Jo, po nuk kuptohen sepse Shea akuzoi për krim të organizuar, edhe kjo që ndodhi tregon që është si politika e vjetër në favore nga ishte një gjë favore nga tjerë. Ishte hajde gjeje tash domethënë të vërtetë. Ishte pak e rëndësishme me rezultat. Flasim edhe për njerëz, unë jam dakord me ty në një pjesë jam pak se janë njerëz që nuk kanë eksperiencë politike dhe janë pak naiv në aspektin si e bëjnë politikën, nuk janë shumë bëjnë gabime në këtë pjesë. Po prapë këta mund t'i ndajmë. Do thënë unë nuk kam dakord që t'i fusim se përpara futeshin në një thes, pse nuk bashkoheni të gjithë ju dhe bëni një çat bëjnë, kush me kë, domethënë ata kanë mendime komplet ndryshme si duhet funksionojë. Nuk kam qenë gjithmonë kundra bashkimit. Po, doli e vërteta. Kam qenë komplet kundra bashkimit sepse tani sado që unë kam dëgjuar për shembull në diskutim Qorin me Sheajin. Sado që i respektoj të dy, nuk janë shumë të ndryshëm, nuk kanë komplet botë kujtim të ndryshëm. Çfarë koalicioni mund të bëjnë ata? Shumë e vërtetë. Kot, në një gjë fake domethënë sa për të futur në zgjerrje. Më thënë, puna është më mirë rri aty ku je në llogoren tënde dhe je i drejtë se sa bën një gjë kot siç e bën këta. E me këtu ndajmë bashkë për shkak se ti thua vdis martir kurse unë them që o vlla, nuk jam dis martir, unë them që jepi kohë gjës, afatgjat. Nëse ti afatgjat në politikë, atëre
bëj avash, mos merr vota, po ama merr më shumë herën tjetër sepse je vërtet. Mirë, po kaluar Dakor. që janë 35 vite, domethënë që njerëzit po presin domethënë dhe afat gjatë nuk është një luks që Shqipëria ka. Je po këta janë të rinj, gjithë të tjerë të rinj, një par zgjedhje dhe janë zhdukur, nuk është se kanë duruar, domethënë të gjithë që kanë në politik, mos më mundi membra me glushe me të tjerë. Një par zgjedhje, si janë futur në parlament janë Po, janë kështu një parti përdorimshë. si miku jon Berlinez Krishnik Spahino. Po, edhe shumë pak janë ata që i kanë qëndruar vërtet asaj gjë, sepse që kanë vërtet një ideal një gjë. Nëse ata do i qëndrojnë, do shikojmë zgjedhjet e tjera, po që Ideja është që ta lidhim çik me se ne jemi të gjithë që vim nga gjëra teknike dhe të drejtuar në zgjidhje gjithmonë, domethënë se mund të diskutojmë pafund të pjesën se pse që është tek. Ju jeni në dini çfarë po ndodh fundit për ligjin e ri që nuk duhet të shash vërtet nuk e di tam se çfarë lloj ligji është. po është një ligj e shkërdhen fjalën e lirë në mënyrën më literale të Që mundshme. thotë, nëse ti shan Që thotë që kështu Po. mocking, domethënë tallje me figura publike, domethënë prishin imazh i parë syet e dhe që hajde dalloj, që hajde gjeje ti ku është më. kjo që po bëjmë ne sot domethënë. Pikërisht, e kupton që ti je direkt për burr, ose unë, Pse ligji s'ka kaluar akoma. ka kaluar akoma. Ti rrofsh sa male to i tha. Tamam. Nuk e kemi me ty, jo, e kemi me ata. Jo, ja, bëm shaka. Kemi me ata që të prishin Shaka, partinë ty. po, jo, po, çfarë? Ti e Florë, është kandidatë tona. Shtaj Florë. Ka ska ujë, E ka me dos. Oj s'ka. tamam. Edhe ndër të tjera domethënë është një në të njëjtën paketë ose në një paketë paralele është edhe ky ligji domethënë që pretendon që në qoftë se ti je duke zbuluar një aferë korruptive të një politikani, politikani ka të drejtë që të thoshë me këtë investigim dhe denoncim që bën, më prish imazhin dhe ti më thon dënohesh me 10 vite burr. Mashallah. Për Tani- shtypje, për prishje imazhi. Ti që po zbulon një diçka të tillë, domethënë, që e bën nder kombit, je rrezikuar Më shumë se ai që ka më shumë se ai që ka sepse ata nuk kanë plotësuar asnjëri më shumë se një vit. E kupton? Të gjithë Interesante. kanë dalë, e kupton? Tani, në qoftë se mendoni se Erdogani është keq, domethënë, ky Erdogani i ka thënë vllai, s'diti si bëhet gjëja, shiko vllain. Gjë vllain se shiko Let me se cook. let me cook. E kupton? Edhe ka ardhur në një mesele e gjithë gjëja, domethënë që është jashtëzakonisht shumë bastarde dhe unë vërtet me ato lloj mazhoranze që ka ai, domethënë që me shumë mundësi do e kaloj ligjin, unë nuk e di se si është rrugëzilja, plus që me News 24 tani që gjasme është jo, po që ra dhënë shteti do ta nxjerrin në Po, policën e rrethuan etj etj. Ju vu kundra, çaj bëri News 24. Po ka kundra, nuk ka në Shqipëri kundra në atë lloj mënyre, domethënë që të bëjnë ndryshim shumë të madh, domethënë që Ugo Buça i bëri, po që kote ngritin zërin domethënë. Po. Ka një farë lloje kontrate që raja më duket se ajo Kodina ku është News 24 është shtetërore, këta duan ta nxjerrin domethënë se do ta përdorin për diçka tjetër. Është vrasje e medias domethënë, po këto përveç kësaj të News 24, këto dy të parë, kjo ligji domethënë për talljen online e tjerë që edhe faqet edhe Buçi podcast është rrezikuar drejt për drejt, domethënë. Një. Edhe e dyta me këtë pjesën që thashun që po denoncove ti politikanin Bleon Hasani, edhe Bleon Hasani thotë që shikoti vllai se ti më ke dëmtuar imazhin dhe më do të hedh në gjyq për 10 vite burg. Ti nuk ke me asnjë interes si investigator të merresh me këtë punë, e të denoncosh dikë kur e di që ata me fuqinë e madhe që kanë, Po. mund të fusin 10 vite. Lloj censure, është lloj censure. Është censura më e pastër dhe më e fortë, po thosh. Ama mund të themi që e gjitha kjo që po ndodh mbar zgjedhjeve, gjitha ato fushata, ato lvizje kështu thethi me radhë, mos e mëmojmë tani. Më thënë një farë çfarë të mbillësh do korrësh? Është tipike. Më thënë mos bëhemi tani cinike dhe themi që e përshikoj se ndodhe kështu. Karma, është karma. Po është një çfarë mbill, sepse e di pse nuk është, e di pse çfarë mbillesh do korrësh. Sepse nuk është më madhi parë, më madhi katërt. Domethënë, Jo tani ti po nuk morë vesh të. kështu që kaq, Nuk e dini nëse pat atë podcastin që bëra me Luanën. Edi Rama e ka vërtetuar veten e kësaj që gjithmonë, domethënë, atë nuk, domethënë, e thënë në më idiotë të mundshme, domethënë, aty njeriu nuk i ngrihet më. Nëse nuk bëj gjëra të tilla.
ai ka nevojë për këto power. Ka nevojë për ricike, është pak Ka nevojë për power trip, se kupton, ka disë pak shumë. e kupton që të bëj skena të tilla, domethënë siç bëhet në thethe, këto që ndërtuan atë, po dalë valla ku ishe ti deri në momentin që u ndërtuan. Po Se ne në qershor, japim vetë mundësinë. në qershor ishe në thersh duke i thënë të gjithëve që juve do merrni certifikatat e tjera. Investoni, vazhdoni Bardhëzi. po. Bardhëzi, domethënë ishte aty në moment dhe po unë bashkohem me ty, ke edhe zakonisht shumë të drejtë, këta njerëz e meritojnë edhe jo më keq, edhe unë një gjë kam dëshirë, që e mbështesit Diramën. Këtyre servilave që kam bërë këto lloj gjërash, domethënë, kam marrë valla çdo lloj gjëje. Domethënë në mënyrën më harbuçe, më barbare të mundshme, domethënë si në Vlorë, që nuk je hoqi nga uji, si në Theth, domethënë se këto janë dy, edhe Vlora edhe Thethi, si ndërtojnë edhe në Green Coast, domethënë që është kthyer nga natyrë në fush betoni. Po që atje ka rregull vllai se ka paguar haraçin ai. Ose te këta servilat që vetëm lëpije mbythësh, merja vllai, edhe delet, edhe ata dhinë, edhe lokmi që i baj qumshin për mbajtur familjen. Merja të gjithë vllai. Ai tha që merri faturën pulës nga e ke marrë vezën, e ke marrë të gjithë merja vllai. Me sa duket, këta duan. Këta që Ka duam në dhunën këtë autokracinë, këtë tipin me dorë të hekur që vjen edhe pa. Pikërisht valla. Shiko, është një lloj cinizmi kjo që o bëjmë, po që nuk është pa kuptim për të thënë që ose reagoni ose rrini aty ku mos u ankoni, domethënë, sepse domethënë edhe për ty që ke votuar dhe për ty që s'ke votuar sepse është jo po do bëhet më keq. Për ty që s'ke votuar akoma më keq, po, kështu që më thënë, ky cinizmi ka një farë sensi, nuk është se është... Patjetër, më zëra ime nuk diskutohet shiko. Ne kemi një farë luksi, po edhe një farë lloje, le të themi, bazamenti që na jep lirinë të shikojmë disa gjëra nga një këndvështrim tjetër, domethënë, më objektiv se sa nëse e brenda dhe nuk jemi të afektuar shumë nga pjesa apo po do mbas punën apo jo. Edhe në qoftë se nuk arrihen këto kompromise sociale, siç e tham dhe më përpara dhe pjesët e tjera që kjo është e keqe dhe kjo është e mirë, nuk ka kuptim gjëja valla, se siç ekziston nëpër Europë për gjitha ato tema sociale dhe culture war që kanë ata, është një gjë që për Shqipëri ka probleme më thelbësore. Nëse via nuk është e qartë, domethënë që kush është krim, kush nuk është krim, kush është gjë e keqe, kush është gjë e keqe, është pa po se mora unë do marrë dikush tjetër, e ke parasysh. Për sa kohë këto gjëra vazhdojnë, e ti vazhdon të korruptohesh në stilin e vërtet Sodom e Gomora, e kupton? Sepse dikush do e bëj, po se bëre ti edhe pse ti ta humbësh atë. Asnjëherë nuk ka për të ndryshuar asnjë gjë. Edhe unë tek këto pjesa të duhet të diskutojmë pak së bashku shkurtimisht, domethënë përpara se ta mbyllim që në qoftë se ky ligj kalohet e para fare, nuk kam më shpresë për Shqipërinë. E kupton, edhe nuk kam asnjë farë lloje kuptimi që të rinovosh as pasaporta, asnjë lloj gjëje. Është e panevojshme komplet, sepse nëse ky ligj kalon, ti je në të gjitha krahët e izoluar dhe në qoftë si personat si puna ime që i kanë të dyja pasaporta, domethënë unë e mencionuar, se personat si puna jote që kanë vetëm gjermanë, domethënë ai mendoj më bëj lepim bole, s'ka çfarë të bëj. E kupton, kurse mua më merr, më fut në burg, edhe pse i gjermanë s'ka çfarë të bëj sepse unë kam dyja. Marim rastin më absurd, marim kur vetë atje ku s'mban më. Po një ligj i tillë, në qoftë se ky ligj kalon, domethënë, unë buçi podcast do ftoj Kozakun për sa. Jo, thjesht. Po për sa për kokën. Pastaj do bësh shu. Jo. Showbiz edhe kështu. Për zonë deklarat. Jo. Unë e them, kështu e kemi publikuar. Se ke ftuar Kozakun. Po ti nuk je shifri, të kap ligji, ti do je në rregull. Nëse ky ligj kalon, domethënë. Po ti të kap ligji valla. Po kapë mos e se jam shqiptar. Je në shqiptar. Jam në aeroport më nesër. Të pret. Ka që thjesht shikoj edhe Unë themi gjë. Dhe vllajin dhe nipin, e ke parasysh? Unë do themi gjë. Nëse ky ligj kalon, ka marrë. Vërtet siç është. Jo prit, nëse kalon se mund të kaloj, marr për të mundshme, mund të bësh çfarë, mund të bësh çdo gjë. Nëse ai kalon dhe populli nuk reagon pas kalimit të ligjit, dhe ne qaf paç vetëm. Unë nuk ka. Është projekt ligj, nuk ka asnjë reagim. Është projekt ligj, populli do të reagojë para se të kalojë, se po kaloj. Ja falim popullit se s'ka faj është vap, është në plazh akoma, se ka kuptuar akoma çfarë po ndodh. Marrin vesh kush merr vesh atje. Kur të kaloj, nëse nuk reagon dhe mbas kalimit të ligji, i qaf pas vetëm. Po
Po tash unë Kaq, mendoj edhe para kaq. zgjedhjeve valla, tani të votosh Ramën tani me 88% tash me to zgjedhje më qaf paçi veten. Kaq. Shiko, kjo S'ka çfarë thuash. gjërat që ai po bën tash, domethënë të pritshme. Ja gjërat që ne i tham përpara se të ndodhin zgjedhjet. E them që po vlla është në qoftë se ke dy mend në kokë edhe të punon logjika, është hapi i rrafës valla, se ai çdo gjë tjetër e ka. E kupton? Ç'a do ai tjetër? Vetëm këto i kanë ngelur tani. E kupton? Shtypja mikro. Vetëm kjo i ka ngelur tash domethënë. Edhe në momentin që ti e votove, ai do bëj këto gjëra, ai shumicën e ka, se kalon dhe vetë ligjin e me shumë mundësi. Por E marri PSD-s, do marrin një dy apo doja. Që se i duan, e kaq. E kupton? Ç'a doj tani sa Ai bën çfarë doj tani. E ke parasysh edhe edhe me njerëz të vetë më ç'a doj, fut në burg, i nxjerrë, bani i heqi luan. e los aty, bën aty. Po Mirçani, bëheni mbretët dhe mblini mendin thotë, pse ndani kot jo po demokraci, parlament, budallëqe, Po bëj. disa reha do ishin valla, po tash ishte mbret. Ore bëj perandor, bretin. bëj perandor. Ashtu ishte në Tajland valla, e ke parasysh? Po. Anko për ditin Tajland valla. Ajo është pisët, është kështu, është vapë, ka njerëz në rrugë etj etj. Po pra më Çfarë mirë, dua shtoj? pa më mirë ishte se vënë. Pra më mirë se të nesër tash e kupton, derisa nuk shan mbretin, shaj ka duash vllai. E kupton, vetëm mbretin mos u shaj. E kupton? Hiç, o vlla. Ore të paktën ke vija vlla e di çfarë të bësh, e kupton? Po pra. E kupton, ke mund të llogarizësh, kjo variabël, këtë e prek. Patin e ep gjithë aty tani. E ke parasysh? Mendoj që mbreti ty të ka bekuar zoti nuk e me gjë me ty Lali, na fal. Por ta të tjerët qembir qenë. Çu ka se perëndia. Ty të ka si ore në shqyqy që të kemi, ti marrësh nga ditët tona. Bëj që e tash të kaloj ky ligjin atje, domethënë është vëri çelës vllai, thon, thoj nuk e di. Pastaj, po nuk reagon mbas asaj domethënë se ky në pasti e la të gjitha tani mbas zgjedhjeve. Jo kuptohet, se do prishje ato gjërat sepse Edhe vitet e kaluara, një ka, sepse mbas 4 vitesh harrohen këto, ti je i sigurt. Jo mbas 4 vitesh, mbas një viti harrohen. Po ne s'mund të lëm 4 vite të presim zgjedhjet që të themi, shikoj se un kam votën time mbas 4 vite. Tani prit një se demokracia s'funksionon kështu. ai do dalësh edhe në kryetarin e bashkisë vëlla që bësh një demonstrant, bësh një protestë, bësh një gjë dhe jo protestë nga PD-ja, protestë kryetarët. Kalimi drejt detyrës domethënë ai veten në bashki edhe udhëzon gjithë ata që do të bëhen kryeministër vëlla. Shkon aty bën, ai bën çfarë doj, ai. Po kjo është kriminale, po kjo është më e thjeshta për të dënuar. E kupton? Kur pushteti qendror futet në pushtetin Për një lokal. pyetje ta bëj unë se ti. Për sa kohë njerëzit nuk reagojnë? Pse mos ta bëj ai ato? Bëj vëlla si. Pse mos ta bëj? Por njerëzit nuk kanë rregull, si thot çani, han pula thotë dhe vjesin, han pinë rrin vjesin. Kush problemi, s'e kuptoj tu. Po problemi e zemra ime se edhe ta mbyllim se u bëm shumë që folim që për të fundit të diskutojmë. Kur diskutojmë këto tema bashkarisht ne, unë nuk e kam mendjen tek ai plera që hap pula edhe 10. Unë e kam mendjen tek ai NPI-im. E kupton? Çfarë do shikoj ai? Unë e kam mendjen tek ai mate ime më. Ata gëzojnë ata që kemi. Pare që ti themi sa të vërtetë do thënë. Po tash se beshkojnë njerëzit Ne domethënë. kemi Terezilla, ne jemi këti. Pikërisht vëlla, se më babën vetë një më çam merresh ti e kanë Terezië etj o vëlla. Unë nuk më intereson mua vëlla, se nuk jam unë në Tereza vëlla të vetën në Kalkuta edhe ti apo i kalamajve. Unë kam interesin të personal, jam individualist i person vëlla, dhe si jam dhe jam shumë krenar për këtë. Unë shkoj shumë pragmatiste vëlla. Unë kam 1 2 3 4 persona apo 10 apo 15 që kam fis. Dua që ata të jenë mirë. Edhe shikoj që këto interesa, këto gjëra që po flasin ne janë të lidhura drejt për drejt në mirëqenien e tyre individëve. Mua për ta më intereson. Se ai që ka ngrënë sufllaqet edhe vetë atje, ai mirja bën valla. E kupton? Kjo është e gjitha nga çfarë fillon domethënë, po ideja është që me sa kanë kuptuar unë fatkeqësisht kohët e fundit në Shqipëri domethënë, jo vetëm për nipi nuk mundon më njëri, po as për gruan e vet nuk mundon më njëri, si përderisa kohën mban punën e vet nuk kanë më interese humbi gruaja punën apo jo. Mjafton ku ka hap na çkit domethënë. Është tamam kështu barbar vandal në djegjen e Romës, e kupton? Merr e kap çash aty se po se bëre jo ta bëj dikush tjetër. Edhe ky është ai rrethi vicioz, ë? Teufelskreis, rrethi i djallit që nuk ka për të mbaruar asnjëherë, në qoftë se tash i dërgohet në amnesia, sepse unë vërtet jam në kufi të menduar që në qoftë se nuk do diçka jashtëzakonisht shumë e keqe, do të rënë një plasje,
dëgjon luftë civile apo diçka tjetër që do jetë goxha terrorizuese për Shqipërinë, nuk ndryshon më valla. Nuk ndryshon më sepse kushdo që ta marrë stafetën e Tiranës si brenda PS-së, kushdo që të jetë tjetër, do e ketë një tokë pjellore për këtë lloj sistemi të para përgatitur që ata vetëm do e ndryshojnë logot edhe ngjyrat edhe do bëjnë të njëjtën gjë. Sepse kush është ai, shiko, njerëzit që ne duam të bëjnë politikan, asnjëherë nuk bëhen politikan, se janë njerëz të mirë, nuk merren atë. Po, vërtet. Edhe ata që bëhen politikan nuk janë njerëzit që duam ne, se janë ata të që- fokusuar në tjera, sektorë të tjera. Kështu që ata që do jenë nesër pas nesër, pikërisht do jenë njerëz që do reshajnë ditë e natë, por në fund do jenë jashtëzakonisht shumë falendërues që ka krijuar një sistem të korruptuar kaq të thellë që ja ka bërë punën atyre jashtëzakonisht shumë të thjeshtë, nesër pas nesër për të kontrolluar gjithçka. Edhe Është problemi pra që mos ngjelet dhe mos trashëgohet ky sistem që është vendos tani. Kjo lloj po si mund të mos ta shkohet ky sistem? Ti e bër banjë Europës, që është gjëja që janë çari që unë s'doja nëse njerëzit nuk reagojnë, ky sistem trashëgohet, sepse Rama do ja lë dikujt tjetër, ai tjetër do ja lë dikujt tjetër, do vazhdoj këtë gjë. Nëse ne nuk zgjohemi, shkruajmë mohabetin nuk zgjohemi valla. Nuk ka shënjes pa. Se këtë duam, kjo është 1 milion pyetje. Derisa të shkojmë mohabeti aty ku s'mban më. Kjo është. Ai të Puna është shumë ajër, kupton që mos të. Ne kryesisht ta mbas. pasi mban më shqiptarit. E di si është ajo puna e Bretkosës, që kanë ngrohuar në anestezi, po. Kanë bërë për shkakun janë shumë gjëra, nuk e di a keni vënë re ju, po unë shkoj në Tiranë, dhe shumë gjëra më bien direkt në sy se vi këtej. Kupton, është ai trafiku që do 1 orë gjysmë shkosh nga aeroporti deri në qendër. Zhurma, hapësirat e zona ku di ndollishet. Lloj gjëra që janë. Ju do bën përshtypje se vjen këtej. Edhe thua, "Ore, ç'u bëhet u?" Ata që jetojnë aty, që është babi im, vllai im etj etj, dhe janë kështu. Ç'a po thua ti? Kështu është, është normale. Do të thënë ata janë ata bretkosa që u shngror uji me kohë, u shngror, nuk është nxehur. Që jetojnë atë U normalisht. shngror uji avash dhe ata nuk e kanë kuptuar të ngrohen e ujit. Ata tani u nxehur uji dhe se kuptojnë, janë kështu, ç'a po thua ti? Stalin dot nga ai. Unë që vi nga jashtë e kuptoj, po ata janë kështu ashtu. Kjo është normaliteti, domethënë, ç'a po thua ti? Dhe ky është rreziku. Ky është rreziku që këto gjëra bëhen ngadalë, kupton? Edhe ky ligji që po flasim ne, nëse njerëzit nuk e pranojnë edhe këtë, mbasi do bëhet çik më Jemi të i fortë, çik më i Të thellë. jap një shembull që sa të tradhtuar jeni si njerëz. Një Ardit Bido? Ardit Bido ka qenë një nga personat, domethënë që unë kam ndjekur me një vëmendje jashtëzakonisht shumë të lartë, ka folur domethënë për problemet e përqindjeve të greke, Historian, pjesë të Historia e tillë, po. Edhe kompetent, duhet thënë, është kompetent, Shumë duke se është dhe çam. domethënë i di gjëra, nuk është Çam është. që është ai duhet varur nga çamët. Nuk e di. tradhtari. Ai është tradhtari numër 1 i shqiptarizmit për sa i përket Greqisë. Ardit Bido, zgjedhjet e kaluara lokale, ku nuk ishte pjesë e PS-së, ka pasur atë temë fort për 54% apo 1% që domethënë që regjistrimi etj etj. 3 muaj përpara zgjedhjeve, me vendim të Këshillit të Ministrave 845-844, miratoi të njëjtë gjë, që ai kishte frikë që do të parandalonte atëherë. 3 muaj më vonë ai bëhet pjesë e të njëjtës skuadër që miratoi gjën që ai po luftonte për 7 vite. U ble. Shkruaj mohabet. Një person ku një pjesë shumë e madhe e çamve që nuk janë në Tiranë domethënë dhe merren politikë, me çamve që jetojnë jetën e tyre normalisht si çdo shqiptar tjetër. Kishin shpresë, bëhej qefi që fliste për këto lloj gjërash, bëhej qefi që interesoi domethënë që mos merrej që Konispoli edhe ajo Stavici që është kjo këtej në Maqedonia, domethënë që është bërë tash me komplet maqedonse. E lavlla e ke ishte flamurtari i vet, domethënë baraktari i vet që ishte kjo gjëja dhe literalisht 3 muaj mbasi miratoi e njëjta gjë që ai po luftonte. U bashkuar. Pjesë e saj, domethënë. Në qoftë se ka një rast më flagrant të tradhtisë se njerëzve që ti përfaqëson, është Ardit Bido. Që ka për mua në momentin kur recitonte, gëzonte një respekt edhe pse juve do thoni që blond llafi janë, kështu se derisa të shikojmë gjëra, po prap. Të paktën është dikush që po hedh dritë. Po është
tregoj domethënë që ne shiko, rastet e tilla domethënë janë raste vërtet flagrante që të shkatërrojnë ty psikologjinë, Të humbësh sepse mendoj që shpresën. edhe njerëz Po, po. të vretë valla, të vretë shpresën në mënyrë flagrante dhe thotë që edhe ky tipi që ti mendon që po lufton për ty, ne jemi të gatshëm ta bëjnë atë tipin për vete. Kështu që ti nuk je i sigurt. Me asnjë cep ti nuk je i Është më sigurt. fort se sa mendon. Është më fort se sa e mendon ti. E kupton? Kështu që ose ule kokën shkërdat, se çamët kanë që në kohën e komunizmit, domethënë se ai Plera, antishqiptari i parë i dokumentuar, e futi si që janë dytësor, që nuk janë të njëjtë të vlefshëm, e këta e vazhdojnë që gjithë kohë, se kupton? E kanë bërë gjitha krahet politike, me Sali Berisha me gjithë ato, njëjtën gjë kanë bërë, kupton? I kanë përdorur për të marrë votat, pastaj i kanë hedhur në kosht, duke dhënë dete, duke dhënë këtë, duke janë anashkaluar çështën e çamërisë, ky Jari tjetër thotë ne nuk kemi asnjë lloj dëshire apo nuk pretendojmë asnjë gjë, domethënë kur janë me mira familje, domethënë që minimalisht duan pronat e tyre që ja kthyer në stacione policore apo në shërbime publike, në si vota apo në Janina apo në Filat, nga është Dario, domethënë që është shtëpia e gjyshit vetë është rajon policie. E ke parasysh? Edhe thotë ne nuk kemi asnjë lloj pretendimi. Përfaqësie. Tani njësoj si me Thethjen dhe me Vlorën, të gjithë çamët që kanë votuar për PS-n, mirë t'ju bëhet. Po unë nuk më interesojnë këta. Unë çfarë t'i bëj tyre të tjerë, që më sigurisht presin të vënë një ditë të marrin njerën e Karajfilit që kanë mbjellur para 100 vitesh gjyshi vetë. Se aty është ideja, pse duke bënë unë tani më shumë nacionalist apo romantik. 84 vjet, 85 vjet. 85 vjet ka ky më. Po ka të tjerë që kanë më shumë se aq. Po më shumë zbet atë. Ne është Po ideja është që prandaj e kemi folur me Ralon edhe flas me shumë njerëz të tjerë, nuk është problemi Greqia valla. Nuk e bën dot fajin ujkut pse ha delet. E bëjnë fajin bariun pse si mbron delet. se i lë. Kur ti e ke atë ujkun brenda që thotë që ne s'kemi asnjë lloj pretendimi, jemi rregull aty valla. Çfarë do të thotë çau se të vrava, ulu se të vrava. E kupton tash ti do thosh ti po më vrau grek, po të vrau, po mirë ta bëri grek valla. Ti e ke bariun që të servir, të çon si t'japi te kazapi. Çfarë do ti? Të servir si pjatancë. Të servir si pjatancë valla. Po nuk ka, domethënë unë nuk kam qenë shumë i shkolluar deri para 2-3 vitesh për sa i përket çamërisë, jam marrë më shumë me arvanitët e poshtëm, e këta të Spartës, të pjesës së Athinës etj etj. Që ishin dhe predominancë, jo, sulëdot janë tej poshtë, po predominancë veriore ishin ata. Ata që ishin arvanit ortodoks poshtë, domethënë ishin predominancë veriore të kanë luftuar. Okej. Po pavarësisht se kjo është e dhimbshme, ajo është një histori me më shumë nuance se sa e Çampi. Çampi është shumë bardhëzik. Po. Do të thosh gjenocid i pastër. Nëse kjo është gjenocid, pastaj tani çfarë drejti po flasim se. Po domethënë pastaj më thuaj ti se në çfarë parametrash është një gjenocid edhe një shtet i tillë si Shqipëria, domethënë kjo është temë për vetë tjetër, domethënë se është dështuar, nuk është dështuar për të Preshevë, është dështuar për të Malitzi, është dështuar për të Maqedonisë, e kupton? Është Por se në forën fillim muhabetin e bujqësisë kur ai nuk është në gjendje të mbrojë bazamentin e ekonomisë vet, bujqit. Çfarë do mbrojë ai tema që janë jashtë kufive të vet. Nuk ka dëshirë. Nuk ka dëshirën pra, nuk ka rëndësi, nuk ka dëshirë, nuk ka aftësi, nuk ka rëndësi, thuaj se duash. Ai nuk e bën. Për mendimin tim ka dhe interesa sinistre. Ai atë që është jashtë kufive të vet. Ka dhe interesa sinistre djallëzore mbas kësaj për mendimin tim. Nuk e di këtë gjë, ore, fakti që nuk e bën. Fakti që nuk e bën. Tani arsye unë kam arritur në një pikë të jetës time që nuk mendoj që këto janë më teori konspirative. Ne drejtohemi nga persona që janë të blerë dhe të shitur. Absolutisht. Nga brenda jashtë, duke e parë nga marrëdhëniet, një Vlorë e tërë nuk ka ujë, e ujë në malet e Vlorës vete në Bari. Kjo mjafton. Minimum janë pa aftë. Kur Kosova prodhon grur, edhe ti e ble grurin nga Serbia, i shitur dhe i bler. Absolutisht. E kupton? Se Vučići vllai është izoluar në shumë edhe prapë mban flamurin e vet në Bosnjë. Se ne po mundohen të hedhin mbrapsht ligjin ata në Maqedoni për gjuhën shqipe,
Milioni bën se ir prish kathollet në thet valla. Imagjini ti. Prandaj po them domethënë që në qoftë se ne mendonim që e kemi kaluar më të këqija, të mendoj që e keqja akoma nuk ka ardhur. Edhe mendoj nuk e di. Në qoftë se ata janë të aftë, ashtu që mendojnë që janë të aftë, qoftë se ndjekin planin e siç e mendojnë teoritë konspirative, që do jetë ngadalë dhe fort, atëherë kjo luftë ka mbaruar. Ne kemi humbur. Edhe mbase nuk do të bëjmë me vete të tilla më, do të flasim për gjëra të bukura, si për Tajlandën apo për Vlorë. Në qoftë se nuk janë ashtu të zbatojnë ato planet, për shembull, që janë pasazhet e Çubrilovicit me të tjerë, pastaj e kupton. Pastaj mbase kemi ndonjë shans. Po përderisa kohë siç e nisi Eraldo më parë, për sa kohë që ne nuk kemi një opozitë. Mi për çështjet e brendshme se vari lesh, as duan ujë lëri të vdesin. Po jemi i vetmi vend në Ballkan ku opozita nuk ka një mendim ndryshe për popullin shqiptar. Jemi i vetmi vend në Ballkan që nuk e mbron popullin e vet. Tallet e veta më, kush problemi? Merret me gjërat personale. Serbia domethënë ka njerëz që nuk janë serb Ka në Maqedoni dhe i konsideron si serb dhe i mbron. Ne kemi shqiptar 100% autokton dhe nuk e mbrojmë valla. E kupton? ka dhe tjera opozita, nuk do merret me të treshevën dhe me këto gjëra. Tonë është nivel. Mund ta shajnë atë regjimin apo çe thon, qeverinë e Kosovës sa duan ata domethënë, po të paktën ata kanë vënë një buxhet specifikisht për lugirën e Prishtinës. Po bëjnë gjëra. Patjetër. Nuk krahasohet politika në Kosovë me politikën në Shqipëri. Edhe me këtë mesazh ne mbyllim këtë podcast, janë tema që Këto tema duan shumë tavolina, jo një tavolinë. duan jashtëzakonisht shumë tavolina dhe duhet që të diskutojmë në një mënyrë më të hareshme, kështu që deri në tjetër po gjajës. Po kishim shumë gjatë. Duheshin folca gjëra, duheshin nxjerrë. Duheshin miq, ishte goxha kohë e gjatë. Deri në tjetër ju urojmë gjithë mira, mos harroni bëni subscribe, like, share, follow, leshi preshi. Po keni qef bëni edhe një abonim në YouTube membership ose donacione në Buy Me a Coffee, PayPal, edhe ato gjëra që janë për link aty e dini vet. Dhe mbani sy të hapur, reagoni, mos jeni dele, Mos flini gjumë. mos flini gjumë. Flini gjumë, por kur të çoheni të paktën silluni si të zgjuar, mos flini duke ecur në këmbë dita, se kupton? Ndani, kur flihet gjumë, kur ecet për jetën, merren vendime, edhe ta dini se me kaq shumë gjëra sa kemi për të thënë ne, deri diku jetën tonë më rregull e kemi. Ne kemi Terezillë. Ne në Terezi e kemi domethënë, kështu që harxojmë kohë nga jeta jon, marrim kohë nga jeta jon ku për të dhënë pak, si shpreha e atij filani që çka ke bërë ti për shtetin, domethënë për ne të dy apo të tre shteti asnjë gjë nuk ka bërë, po edhe me dy fjalë, edhe me dy mendime që ndajmë nga larg, mundohemi që të bëjmë diçka sado minimale, mbase për disa e papërfillshme, mbase për diçka jashtëzakonishme, për disa jashtëzakonisht më nevojshme. Por që thelbësorja mbetet që të kultivojmë mendimin kritik. Në momentin kur toka, ose le të themi djepi i mendimit kritik është sterb, atëherë kjo betejë ka humbur në të gjitha frontet dhe mund t'i varim armët në mure si një muze etnografik në Berat, kur vinë gjermanët thonë wasa e bukur. Ja kanë ofshim mirë, ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.